Pak kush në Kosovë ka ditur kur nisi të luhet futbolli në vendin tonë. Edhe më të rrallë janë ata që ja kanë haberin se kush e solli topin e parë të këtij sporti. Por ky detaj unik nuk i ikju zyrtarit të FIFA-s Rolf Tanner. Ai ishte caktuar të vijë në kuvendin zgjedhor të FFK-s dhe vendosi të përgatitet mirë për fjalimin që do të mbante. Derisa hulumtonte për historinë e futbollit në Kosovë, zbuloi kush dhe kur e solli të parin top këtu. Football in Kosovo has been played also for a very long time. So you may have been a member of FIFA for 10 years, but I was doing a bit of research recently. I like to investigate a bit when football started to be played in a country. What I found out is that football started to be played at a very amateur level about 100 years ago, when a ball was brought by a student from France to Pristina. So kids started playing football at a very amateur level. Sipas tij, edhe klubet e para u themeluan në Prishtinë dhe rreth saj, pak vite pas ardhjes së topit të parë në Kosovë. Ish komentatori dhe autori i disa librave për historinë e futbollit kosovar, Azem Brovina, thot për Kosova Press se nuk ka dokumentacion që e vërteton hipotezën e Tanner, por e pranon se edhe hulumtimet e tij thonë se viti 1919 përmendet si datë e ardhjes së topit të parë në Kosovë dhe se ai u soll nga një grup studentësh nga qyteti Grenoble i Francës. Po kjo është i vetmi shënim, vetmi datë që përmendet, sepse në futbollin e Kosovës nuk ka shumë dokumente të asaj kohe kur ka ardhur topi i parë, kur janë formuar klubet e para, kështu që data 1919 është data kur përmendet se disa studentë që kanë studiuar në Francë, në qytetin e Grenoble, e kanë sjellë një top edhe ajo merret si topi i parë që ka ardhur në Kosovë, kanë sjellë në Prishtinë. Brovina thekson se klubet e para të futbollit në vend janë krijuar para luftës së dytë botërore, janë themeluar klubet e para të futbollit. Klubi i Prishtinës u bë i pari më 1922, ndërsa më pas lëndën edhe vllaznimi më 1927 dhe Trepqa më 1932.